Christian Aslani ka bërë një debutim të pazakontë me fanellën e Beşiktaşit dje, teksa i aktivizuar si zëvendësues qëndroi vetëm pak minuta në fushë, fillimisht duke dhënë asist për golin e fitores 2-1 dhe më pas duke u ndëshkuar me karton të kuq. Por vendimi i gjyqtarit është kontestuar nga trajneri i Beşiktaşit Sergen Yalçin, i pyetur pas ndeshjes për situatën në fjalë. Ai ka akuzuar gjyqtarët se veprojnë ndryshe me Beşiktaşin dhe ndryshe me ekipet e tjera. Kur na ndodh ne është një karton i kuq, kur i ndodh kundërshtarëve është i verdhë. Të dy qendërmbrojtësit e kundërshtarëve duhet të kishin dalë me 2 karton të verdhë që në fundin e pjesës së parë. Është shumë e çuditshme që nuk u dhanë. Ata e mbyllën ndeshjen me nga 1 të verdhë secili. Ne po luajmë vazhdimisht me 10 lojtarë, ndërsa kundërshtarët marrin paralajmërime apo të verdhë. Gjyqtarët duhet të jenë më të kujdesshëm. Nëse u jep atyre, na jepni dhe ne gjithashtu. Nuk duam asgjë ekstra. Ne luajmë lojën në çdo mënyrë. Kjo situatë prish ekuilibrin ton. Ne po luajmë derbin me 10 lojtarë, po shfaqen karton të kuq të panevojshëm. Kjo situatë nuk është as pak e mirë, tha ai pasi u pyet për kartonin e kuq të Christian Aslanit. Christian Aslani është pritur ngrohtë te Beşiktaşi. Këtë e tregoi dhe episodi i djeshëm pas kartonit të kuq në debutim me vetëm 5 minuta në fushën e lojës. Tifozët e duar trokitën gjatë daljes nga fusha e blertë, ndërsa vetë Aslani kërkoi ndjes. Ky reagim unik erdhi disa minuta para fundit me rezultatin që shënonte 2-1 në favor të Beşiktaşit. Aslani u huazua nga Interi për të nisur një eksperiencë të re jashtë Italisë. Për mesfushiorin shqiptar ishte kartoni i parë i kuq në karrierën e tij, pasi si profesionist nuk e kishte provuar asnjëherë si ndjesi me Empolin, Interin apo Torinon. Në minutën e 82 duhet të largohej nga fusha, megjithatë shija e fitores nuk u largua nga Beşiktaşi. 3 pikët ndaj Konyasporit që për më tepër erdhën me përmbysje rezultati, bëjnë që kartoni i kuq të kalojë në plan të dytë të klubit turk. Debutimi i mosfushorit të kombëtares Christian Aslani nuk ka shkuar as pak mirë te Beşiktaşi në Superligën turke, edhe pse ka pak orë që është bashkuar me Bardezin të Stambollit. Trajneri Yalçin i besoi disa minuta në ndeshjen kundër Konyasporit të përfunduar 2-1 për Beşiktaşin për javën e 20. Aslani u fut në fushë në minutën e 76, ndërsa pas 6 minutash u ndëshkua me karton të kuq pas ndërhyrjes së ashpër ndaj lojtarit rival. Paraqitje për t'u harruar aq sa mediumi i flashscorit nuk i vendosi fare not mesfushorit shqiptar.